Një nga zhvillimet më të rëndësishme dhe më të bujshme në drejtësinë shqiptare është shënuar së fundmi, pasi gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka urdhëruar zyrtarisht prokurorinë e posaçme SPAK të regjistrojë dhe të nisë hetimet penale ndaj kryeministrit Edi Rama në lidhje me shpronësimet masive të kryera në zonën e njohur si 5 Maj në Tiranë. Hetimi përqendrohet në procedurën e miratimit dhe zbatimit të vendimit të Këshillit të Ministrave numër 533, i cili është përdorur sipas kallëzimit penal të depozituar nga qytetari Ledion Mziu, si bazë ligjore për një proces të njëanshëm të padrejtë dhe të manipuluar shpronësimesh, i cili nuk ka pasur asnjëherë interes publik real, por ka shërbyer për të favorizuar ndërtimet shumëkatëshe të kompanive private me lidhje të ngushta me pushtetin lokal dhe qendror. Kjo është era e parë në historinë e pasviteve 90, kur një kryeministër në detyrë përballet me hetim penal të urdhëruar nga vetë gjykata për një çështje që përfshin vendimarrjen e nivelit më të lartë të ekzekutivit dhe që preket drejt për drejt me jetën, pronën dhe të drejtat e qindra qytetarëve. Në kallëzim të kallëzuarit kryesor janë kryeministri Edi Rama dhe ish-kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, të cilët akuzohen se kanë tejkaluar kompetencat e tyre kushtetuese dhe ligjore, kanë shpërdoruar detyrën publike dhe kanë shkelur rënd parimet e drejtësisë dhe transparencës në një proces që është maskuar si projekt urbanistik, por që në thelb ka qenë një skem përfitimi për interesa private. Sipas kallëzuesit, VKM numër 533 nuk është përdorur për interes të qytetarëve, por për të justifikuar legalisht prishjen e banesave, largimin me forcë të pronarëve dhe më pas dhënien e trullit në përdorim të kompanive ndërtuese që kanë përfituar projekte shumëkatëshe komerciale. Mëtej në kallëzim argumentohet se Edi Rama ka mbajtur përgjegjësinë më të lartë për këtë proces, jo vetëm si drejtues i Këshillit të Ministrave, por edhe si autoritet që sipas ligjit numër 9000 datë 30 i pari 2003 ka detyrimin ligjor të ndalojë pezulloj apo rishqyrtoj çdo akt të ministrave apo strukturave vartëse që bie në kundërshtim me kushtetutën, ligjin apo interesin publik. Mosveprimi i kryeministrit në këtë rast, pavarësisht denoncimeve publike dhe protestave të gjata të banorëve, interpretohet si një miratim i heshtur apo bashkëpunimi drejt për drejt në shkeljen e ligjit. Pas më shumë se 5 vitesh nga nisja e projektit Qindra Familje të Lagjës 5 Maj dhe zonave përreth, vazhdojnë të jenë të zhvendosura pa dëmshpërblim të drejtë dhe pa transparencë mbi të ardhmen e pronës së tyre, ndërkohë që në trullin e tyre janë ngritur ndërtime që nuk kanë asnjë lidhje me interesin komunitar apo funksione publike, por shërbejnë si projekte për shitje banesash luksoze apo qendra biznesi. Kallëzimi kërkon hetim të plot penal për të gjithë procedurën e nxjerrjes së VKM-s numër 533, rolin e institucioneve shtetërore, përfituesit real ekonomik dhe lidhjet e tyre me zyrtarët publik, si edhe përgjegjësinë individuale të Edi Ramës dhe Erion Veliajt për shpërdorim detyre, shkelje të barazisë para ligjit, falsifikim të interesit publik dhe kapje të institucioneve shtetërore. Gjykata e posaçme pas shqyrtimit të dokumentacionit ka konstatuar se ka indicie të mjaftueshme për të urdhëruar SPAK-un të regjistrojë procedimin penal dhe të nisë hetimet, çka përbën një sinjal të fortë për drejtësinë shqiptare dhe një moment kyç për besueshmërinë e institucioneve të reja të drejtësisë. Ky zhvillim i jep një dimension të ri çështjes së 5 Majit, duke kthyer nga një debat politik dhe qytetar në një hetim penal ndaj figurave më të larta të qeverisë dhe duke rihapur plagët e një komuniteti të tërë që prej vitesh kërkon drejtësi. Tani pritet reagimi dhe veprimi i SPAK-ut, i cili ka në dorë të vërtetojë ose rrëzojë akuzat dhe të vendosë nëse do të ndërmarrë veprime konkrete hetimore ndaj kryeministrit të vendit. Nëse kjo ndodh, do të jetë hera e parë në historinë e shtetit shqiptar kur një kryeministër në detyrë hetohet për korrupsion në lidhje me një vendim qeveritar. Rasti i 5 Maj po kthehet në simbolin më të fortë të betejës për drejtësi dhe barazi ligjore në Shqipëri. Fillimisht kallëzimi penal është depozituar pranë SPAK-ut, për më pas materiali kallëzues është përcjell në prokurorinë e Tiranës, e cila ka regjistruar procedim penal për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Pas afro 3 vitesh hetime, prokuroria ka kërkuar pushimin e çështjes me arsyetimin se mungon vepra penale, kërkesë e cila është pranuar nga gjyqtari Gert Hoxha përmes vendimit për pezullimin e gjykimit. Ky vendim është apeluar nga avokatët e viktimës, të cilët kanë argumentuar se gjykata e jurisdiksionit përgjithshëm nuk ka kompetencë për shqyrtimin e kësaj çështje, duke kërkuar kalimin e saj tek gjykata e posaçme. Më datë 30/9/2025, çështja është shqyrtuar në gjykatën e posaçme me trup gjykues të kryesuar nga gjyqtari Arudin Apalloj, ku si prokurori Elvin Gokaj, ashtu edhe mbrojtja kanë kërkuar kthimin e çështjes për hetim të mëtejshëm. Gjyqtari i gjykatës së apelit të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, Fatri Islamaj, ka vendosur që çështja t'i kalojë për kompetencë gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke çuar kështu çështjen për gjykim në këtë gjykat. Në vijim më datë 30/9/2025, çështja është shqyrtuar nga gjykata e posaçme me gjyqtare Rudin Apalloj, ku në seancë ishin pranishëm edhe prokurori Elvin Gokaj dhe avokati i palës, të cilët kërkuan kthimin e çështjes për hetim të mëtejshëm.